Se s'po di me fitu e me humb me dinjitet. Unë jam Anduena edhe unë kullën fresh ko me fol për edukimin, edhe jashtë klasës. A e keni vrejt se sa shpejt e harrojmë çka është respekte masi të fitojmë diçka? A po fitojmë! Pa baletar! Veç a i pa zgjedhjet. Disa veç sa si kanë bo statuset e fitores pjesë civis. Ama, apo menon që kjo është fitore? A në është një mënyrë për me plotsu egon personale? Apo është thjesht munges edukate? Shkollën nuk do të me pas veç habi. Shkolla është me të mësu qysh me fitu, pa e rrit menën e qysh me hum pa u thy. E nëse se mësojmë këta në bankë shkollore, s'ka shpresë me mësu në sallë zgjedhjeve. Apo bohem njerëz që e kuptojmë që respekti vlen ma shumë se fitoria. Se kur e poshtron dikën tjetër për me undje i madh, në fakt po tregon sa i vogël je. Një njeri edukum nuk fiton për me poshtru, po për me përmirësu. E një shoqni që s'den me fitu e me humbe dinjitet, ka me mbet gjithmonë zonë se keqe. Për shembull, në studim që është bo në Kosovë, po tregon se 64% të anketuarve po thonë që po dojnë me po parti të re në zgjedhjet e ardhshme. Që kjo na tregon që njerëzit po lodhen me modelin aktual, po kërkojnë diçka të ndryshme ku respektohen ma shumë për vlerat edhe jo veç për rezultatet. E kur rezultati bëhet qëllimi kryesor e jo mënyra qysh arrihet, atëherë humbja apo fitoria nuk reflektojnë veç fuqi, po edhe karakter. Nëse na nuk mësojmë me u sill me dinjitet kur fitojmë e kur hupim, atëherë jem të rrit një brez ku fitimi është veç buj e humbja është tërp, jo përvoj. E mos harroni që edukime nuk është veç me pas notat mira, është me pas dinjitet pavarësisht në cilën anë të tavolinës je.